Përshëndetje, e di që ndoshta me këtë furnizimin janë pak herët, sepse këta janë pelusha të cilët mund të përdoren ndoshta nga mesi i tetorit e mbrapa. Unë për shembull që kam lind çunin në 19 tetor, i kam pas një të tillë të veshur kur e kemi nxjerr nga spitali. E di që janë pak herët, por tani sidomos gjyshet ose mamat që janë në pritje dhe janë për shembull jashtë shtetit dhe kanë përtikur, janë duke na kërkuar rroba të trasha. Duke filluar që nga kostumet e velvetit dhe me thurje ose dhe këto lloj pellushas. Këto janë një shtresh, nuk kanë zero. Ky lloj nuk ka zero, sepse këto vishen zakonisht edhe me veshje të tjera poshtë. E kemi në disa ngjyra dhe vjen një shtresh 36 dhe 69. Është kjo bluja petrol, është ngjyra kafe. Po dhe te kafja janë një dy nuanca, është kjo që vjen kështu si roz lila, është shumë e bukur live. Është ky versioni që vjen bojqell më i lehtë, këtë lloj bojqelli kam pasur në çunit. Dhe është e bardha që nuk është e bardhë, është pana në fakt, që vjen për goca sepse ka këto lulet. Është kjo pana tjetër që vjen me ylla dhe mund të përdoret unisex dhe është e kjo si bezh, ju thash që janë dy lloj të kafeve. Por kjo kafja që vjen më errët është unisex ose për çuna, ndërsa kjo është për vajza. Është 25.000 lekë secili nga pellushët, janë të firmës Karamel, cilësia është premium, nuk lëshojnë qime dhe normalisht masën e ka shumë të mirë. Është edhe me pjesën e kapuçit. Na shkruani që t'i rezervoni sepse kur ne fillojmë shesim herët, normalisht që mbarojnë pa filluar dimri.